Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit që i kushtohet edhe dimensionit shkencor të thirrjes profetike të profetit Muhammed në një diskutim me doktor Ali Iliazin. Mund të tregoni raste sepse ju jeni studiues i zellshëm i precedentëve kur shkencëtar me emër të fushave të ndryshme kanë gjetë një referencë të duhur në hapësirën e mendimit islam, por kryesisht edhe në jetën profetike. Për rastet caktuar, nuk e di nëse mund posedoni... Pra po, unë mund të thirrem kur se profeti ka thonë një hadith shumë interesant, thotë kur një popull paraqitet amoraliteti, thotë Allahu dërgon asnjë smundje për cilët as ju, as prindët tuaj më parë nuk keni ditur fare. Po, mund të shpjegoni. Erdhi shekulli i HIV-it, i SIDA-s, për shembull, i virusit HIV, sot një smundje për cilët përpara ishte gonorea, triperi, smundje të ndryshme si dimne, sifilisi, tash erdhi smundja HIV-it, smundje. Kitmuri për shembull, kur e pa Kitmur, thotë këtë hadith ka thonë pejgamberi, thotë kjo nuk ka fjalë e tij, veç inspirim hyjnor. Kitmur është një shkencëtar? Shkencëtar nga Toronto, është embriolog ginekolog, i cili punon në Universitetin e Torontos, tash në pension, që tash ka shkruar libër Embriologjia dhe Kurani, ka shkruar libër në 17 gjuhë botërore po. Embriologjia dhe Kurani. Dhe çfarë ka marrë nga ka marrë nga libër komplet zhvillimin embrional, por ka marrë edhe hadithet profetit, thonë profeti ku profeti aq bukur shpjegon etapat e zhvillimit, për shembull kur një yahudi thotë shumë bukur vjen edhe momentet gjenetike aq bukur apo shku. Vjen thotë në vërtet një njeri i thjesht, nga shkretëtia i thotë dërguari i Allahut, i dërguari i Zotit thotë i kam disa fëmijë, thotë janë të bardhë, po njëri më ka dalë pak i zi. Ç'mund të jetë dëshimin e kishte. Thotë po akid deve, thotë kam çfarë ngjyrën, thotë disa janë pak të bardha, disa të kuqe, një është e zezë. Për çka ka ndodhur, ka dalë nga lloji edhe ai fëmijë të yti, por ka dalë nga rase, domethënë gjana gjenetike për cilën shumë më larg se kjo. Ose jehudi e pyeti, si formohet fëmia për të sprovuar, thotë nga dy langje, domethënë meni, thonë sperma, edhe i mashkullit edhe femrës. Dhe shumë bukur që thotë langu i femrës është i verdhë, me thonë paranimi ka qenë më të vërtet për kujt, ndërsa langu i mashkullit që është i bardhë, spermatozoidet janë të bardhë. Po pse i femnës, ne që themi i bardhë, është langu vaginal, ai nuk është. Por langu i verdhë që krijohet nga corpus luteum, i thojmë trupthi i verdhë, e kjo në qelizën femërore, pra është një mrekulli më të vërtet shkencore. Ose kur thot hadithin tjetër, thot trupin e njeriut, Ibn Rajabit në hadithin e tij thot, do ta hajë çdo send, përveç ashtit të kërbishtit. Nga ai është ashbudhendi thonë. Nga ai u formua njeriu dhe nga ai do të ringjallet. Kodi gjenetik i njeriut aty ndodh. Shkencëtarët me të si u kriju nga ai. Embriologët vazhdojnë hulumtimet e tyre. Thotë fillohet embrioni, bashkohet qeliza e vezë me qelizën mashkullore, ndahen morulla, bllosulla, thotë në ditën e 12, në papritmas nga pjesa e kërbishtit, del një e ngritur, një tuberkulum që quhet horda nakordina, quhet. Prej asaj të fillon me një shpejtësi marrëmendshme. Zhvillohet i tërë boshti korrizor, truri dhe kret dhe prap rudimohet dhe me të vesh një kokër se vogël sa meli, ai çaj kod gjenetik. Thonë nga ajo formua, nga ai do të ringjallë. Më thonë tregoj edhe nga zhvillimi embriologjik deri te ringjalla që do të ndodh nga ky është.